Kënë djallë. Këto veç për shofim një foto që është postu, domethënë, edhe në rrjetet sociale, ka bo bujt madhe lindja e vajzës tuaj. Na tregoni për këtë foto edhe për këtë moment. Kjo është momenti më i lumtur në botë. Që jam një njeri më i lumtur në botë. Që për jetë pare ka pa fëmijë në dorë. Të do ke çdo gjë e pamundur. Kur e ka pa në dorë, më do ke bile sefte ja kam dhënë në nusës. Kur e prënë në mjek, tha, merr atje, thash jo, sefte, nusja e kap, tani e kap jonë. Edhe më shkurt momenti më lumtur në botë që edhe mora epitetit e mu bo prind, mbab. Po vajzën, se keni pagzu? Aurela. Ideja e kujt ishte? Ideja, unë e kom dosh më jelon emrin njëherë Rasela, edhe u përshtat keme mbi emër Gurazio, edhe dësha me lidh shkronjat e mia edhe të nusës. Rahime Selim. Po. Edhe Rasela kapke. Po, Rasela, po nuk e kapke ku me di sa, u përshtat keme mbi emrin. Rasela Gurazio. U përshtat ke. Tani ata e ndrun edhe kishke qef edhe kunata, nuk ja prisha kunatës se edhe kunata ka atë meritin që ka ngajt me nusën mashme, kur nuk isha une që u do shke më konën pa tjetër, isha unë, po tani ishke edhe kunata Adelina që i ka net offer gjitha herë. Gjitha herë s'ka pritu, ka ngajt me tonë në stop. Do me thonë, gjatë bisedës të kunatën e përmene sa herë. Kjo është gruaja e vllait që qëndroni bashkë? Bashkë, po. Bashkë. Shumë, me të vërtet një mrekulli, keni një komunikim shumë të mirë, keni një lidhshmëri shumë të madhe, me qenë se gjatë intervistës e përmene shumë herë kunatën. Do të thëtë, është shumë mirë kur keni në rreth njerëzit të tillë. Unë me thonë drejten, ka njëherë, kur jem banes, kur lypi uj, i thamë, që Rahimi që të ma do uj, a i quhet për para, edhe ma bjen uj. Do të thëtë një respekt jashtëzakonshëm. Respektin aja ka shumë të madh. Shumë madh, dhe unë e bajnë atë respektin si kunat, ma aja e kalon. E kalon edhe i regati shumë, ma aja. Dhe ta është në stop e ma në dorë dhe nuk i thetë kur Aurel, i thetë qika janë. Sa ka ndryshu atmosfera në familjen tuaj në momentin që ka ardhur vajza në jetë? Shumë. Edhe ka motra ka ardhur për Kosovë, me prit në Banez, ndërsa të vjen nusja prej spitali me Gjasqik. Kam rrinë një ditë para, e shtytën një ditë në spital njëti, e motra ka rrinë një ditë para vetëm me prit. Tash kur kthehesh në shtëpi, pavarësisht që qëndron me shoqni deri vonë, tash e sheh vetëm nusën buzëqeshur, nuk e sheh asnjëherë duke qaj. Ja, asnjëherë të kaj vetëm të keshë edhe si ti nderë, kuma qika. Kuma qika, që fjetë, po veç fjetë për lash. Po, ma shkurt në jetën ma ka ndryshu 100%, adi si ka njëherë be kuqunën në soba, kër e shak nga të mdoke që bota është e jemja. Bota është e jemja, po... Ma shkurt, inshallah e lutëm Zotit, ati kuna i mungon, ja sjellë Zotit sa më shpejt. Qysh ma ka sjellë mu? Unë e kom prit 14 vjetë, ka njeri ka prit edhe me 18 i ka edhe ka baki me 12, me te 20 kom një te 20 vjetë pritja dhe tani i ka 18 vite është motra ime që pas 18 vite për herë të parë është bërë nanë me të vërtet, është një sfidë në vete që shumë qifta që kanë këtë problem do ta kenë durimin edhe do ta kenë lidhshmërinë edhe dashurinë, me qenë se e ceke edhe ti që ja ke ofru atë besimin, sepse prap po them, është shumë problem momentin që njeri kalon në një fazë të tillë, ki çdo herë pyetje nga rrethi, edhe ti të përjetoni diçka të keqe te vetja jote që thu vetës kur do të bëhem nana apo baba, edhe kur rrethi gjithkohën ta bën edhe atë presionin i parë forme, me të vërtet
jeni Po- gjendje jo të mirë. Po, mua aja pjesë nuk ka mërzikur. Kush më ka thonë për shembull dikush që shko filan që a ka një sen trej, këmë thonë jo, jem të prit. Në stop jetë në prit. Bile kur me të zonë të ishin më s'kallëzo, po jo pse mos me kallëzo, ata sa njëri ka prit. Tani bile ju tham më shumë ishin këtu kushia i shkon të mungu dhe kushis shumë. Se tani mo ato thirrjet ato ku morë në shtëpi për ma uru që më ka orë qika një jetë, që më ka linë qika, për ata, po edhe unë në ato temën gjithë i mununa për katone me shëshnije, me këtë në menet sa ma ofër, gjithë me kalu mirë, edhe kam respektin edhe atë respekt e kam, sin aty më halë temë, sin katon, kam atë respektin se ju munu pak edhe me një mu njerës ato temë, jo prej gjepit temë, po ku ka pas nevoj, ju munu me ndimu edhe njerës. Selim, jo në vitin 2024 jeni bo baba. Në 2025 keni bo tash, do me thonë me 2 gusht, po ndoket keni bo një aheng shumë të madh familjar për vajzën. Po. Na flesni pak a shumë për këtë aheng shumë të madh që keni bërë. Unë jëmë përgati që shetë, restoranin e kom rezervu Hala Palin vajza. Po të gudzim? E bona ato krejt ma shkoj të përgatitjen që po manike zemra që ka me shku mirë se gjithë jemi mundu për mirë. Me 9 gusht e kom rezervu restoranin vjetë, me 9. Vitin e kalu? Vitin e kalu me 9, për me 2 gusht qëtë vjetë. Edhe ma bo një restoran, okej, tha, krejt i pagujt ato kaporë, shka do të krejt, i përgatita tani u kur ktheva, edhe menusën ku pasor, edhe në gusht, a ka në mujën e 6, sa pe kap gushtit, se në nëtor ka linë qika, mujën e 6 është, edhe krejt tani më kanë këndërshtu, qysh me prunë ti nusën shtatë zonë, me prunë këtu në Kosovë, për shka me prunë kemi orë dhe me kerë, i ka 1600 km prej atje ku jam unë në katën temin. Qysh me prunë, për shka thashe këm prunë për qepë se mos me prunë. Edhe tani, kur jemi këthy prap në Itali, të i ka posë të vizitat të krejt, edhe i ka përmbojt edhe këtu shka i ka thonë mjeko, edhe kërë këthy më shkurt, data 5/11/2024, ako momenti më i lumë të rjetës time. Po shofim edhe këto, do më thonë, me 2 gusht, kjo ka qenë. Po, unë e kam bënë këtë video vetë. Ti ke qenë më i lumë të ri këtë. Se të ka të regon edhe foto vetë, që se jem kun i lumë tërë, po edhe këta... Sa mësafir ke post fëtum? I kom post fëtum 430, kanar 350. Më kanë mungu do kështu, më kanë mungu shoqëria Shqipërisë. Me qenë se është gushti, do më thonë koha e pushimeve, besoj që mjaft pas kanë ardhë. Jo, se shumica janë pushime. Po, shumica janë pushime, po jo, mirë kanë ardhë. Këto është edhe momente kur keni hynë salë, do më thonë, për herë të parë me nuse dhe me vajzën. Po. Kishe emocione? Pak po, kishe emocione se kur i posha gjithë ata njerëz.